Skënder, kjo serë po ndryshon pak ma, është ma re sa ajo e kalumja. Po, është ma e re, edhe është, dhe më thonë, investimet janë vetëm këtë serë, për shkak se mundësit nuk janë konë dy serat me bo investime, për shembull rrjeta për jezim, sistemi ujitjes në formë qiu në mënyrë automatike, tavolinat janë edhe anej edhe kënej, po kryesorja që tu rrjeta edhe sistemi ujitjes në formë qiu të fidonet kanë rëndësi jashtëzakonisht. Pak hima ti përshit që është edhe me prodhim, fidonet janë më të vonshme janë, apo më të reja. E është e njëjta gamë e fidoneve, e njëjtat lloje, ndërkaq kur është para parë që këto të dalin në treg? Periudha e shitjes zgjat afërsisht 3 muaj të na në Kosovë. Fillimisht është rrafshi i Dugaxhinit që vinë më herët me morë, mandej rrafshi i Kosovës, po edhe në fushë të hapur, domethënë tej me afërsisht 10 qershor na shesëm fidone. Kështu që farat kur t'i mjellëm, na i mjellëm faz, dur, për mos mu të pru fidoni, për mos mu pjek fidoni. Dhe këto mund të thuhet që është për fushë, kryesisht për fushë hapur. Ma shumë është për fushë hapur. Po. Ka fidone për shkak domateve, domate, spec, kastravec, edhe do lloje tjera, për shembull asparagusje, do tjera që tash veç pi kërkuajnë ka pak për fushë hapur, edhe ato i kemi shtin program. E këto kjo fushë ekonomike, apo kjo ekonomia ju a është ngritur me mjetë vetanake, apo ka dhe dikush dorë në këto investime? Viti i 34 që kun filluan me prodhim të fidone, fillimisht me një sipërfaqe shumë të vogël, me sera të thjeshta, po mas luftës, organizatat e huaja, Ministria e Bujqësisë na kanë ndihmu. Domethënë, edhe në modernizim të linjes të prodhimit të fidone, po edhe në rritje të sipërfaqes, që i falenderoj shumë. Thot kanë reflektim shumë me mjete, natyrisht që ka edhe kontributi edhe buxheti familjar, është edhe një histori, ju keni një histori interesante, keni qenë sikurse gjysma e Kosovës së luftës, mërgjimtar keni qenë. Po, pak, shkurt. Ishit? Shkurt, në Amerikë jemi konë. Edhe te oqeanit i një këthy kënejt, dikush shumë ka ëndër të shkojnë në Amerikë, ndërkaq për juve... Po, ka qenë një përvojë shumë e mirë, edhe vendosëm mu këthy këtu, njerë për njerë mirë të shku. A je pishmon? Ja. Jo. Ja. Do të thot, kushtet, vendlindja, por edhe fitimi që mund të arrihet këtu. A ketë vështirë punëtor për me gjithë, sa punëtori ke këtu, fidanisht? Po, këtu varësisht prej sezonës, do me thonë, nuk na vynë punëtor kështu rregullisht, 1, 2, 3 janë të rregull kështu, edhe sezonal për shembull, 4, 5 sezonal, kështu që nuk e kem problem për punëtor, për arsye se periudhën kur na vynë neve punëtor, domethënë kur i mbjellën farat e këtu, është ndërtimtaria e punë tjera janë në pushim, kështu që ka punëtor të mjaftueshëm në atë kohë. Keni punëtor të mjaftueshëm. Sa për vera s'ka problem. Sa sipërfaqe përgjithsisht keni me sera? I kena 65 ori. Prej tyne 20 ori, domethënë këtu ku jemi, edhe në serën tjetër këtu nuk mujna me mjell për prodhim, po veç për fidone. Ekskluzivisht për fidone. 45 tjera janë për prodhim.